Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme si gjithmonë do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një nëne nga Llakatundi i Vlorës. Është 56 vjeç dhe quhet Feride Lloshi, nëna e 4 fëmijëve. Ajo sot ka ardhur të rrëfejë jetën e saj të vështirë që bëri në Shqipëri me bashortin e saj, por një martesë e dështuar dhe kjo nën u detyruar në vitin 1999 të largohej drejt Italisë. Ka 26 vite që jeton nga Italia dhe ka prerë biletën dije për të qenë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë për të rrëfyer 26 vitet e vështira në shtetin italian, ku mendoj se rilidhja me një shtetas të huaj italian do e bënte të lumtur, por fatkeqësisht ajo humbi gjithçka dhe atë pjesë të shpirtit që humbi 2 vajzat e saj ka ardhur sot t'i kërkoj në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ajo ndodhet me mua dhe dua ta përshëndes me njëherë. Përshëndetje zonja Feride dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Unë jam prekur shumë kur e kam dëgjuar historinë tuaj. Një histori E pyet mua ti sa kam hequr sa jam prekur gjithë këto vite. Një jetë plot vuajtje. Plot vuajtje, plot. Dhe pse je 56 vjeç, ende vuan se s'ke pranë 2 vajzat e tua. Po, për atë. Ditën e sotme do marrëfesh të gjithë këtë histori të dhimbshme, gjithë me shpresën që ai zëri juaj do dëgjohet nga studio e emisionit Pa Gjurmë, por fillimisht për gjithë ata që po na ndjekin, unë dua të prezantoj një kronikë që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur për Feride Lloshin dhe rikthehemi në studio. Ferideja është një nën shqiptare jeta e së cilës është mbushur me dhimbje, por edhe me forcën e pashtershme të një zemre që nuk dorëzohet kurrë. Ajo ka 4 fëmijë, një nga martesa e parë në Korçë dhe 3 të tjerë nga bashkëtesa me një burr italian, Andrea Coston. Martesa me Andrean nuk solli lumturi, përkundrazi, dhuna, alkooli dhe frika ishin pjesë e përditshme jetës së saj, madje edhe gjatë shtatzënisë, Ferideja u përball me dhunë të ashpër, çka bëri që vajza e saj e parë të vinte në jetë para kohe. Në verën e vitit 2002, e dërmuar nga vuajtjet, ajo mori një vendim të vështirë të largohej nga shtëpia, por ky hap do t'i kushtonte më shtrenjtë se ç'mund të kishte imagjinuar. Vajzat e vogla, Chiara dhe Francesca, u morën nga shërbimet sociale dhe nuk u kthyen më kurrë. Takimi i fundit me to ndodhi në mars të vitit 2006, 2 përqafime të vogla, 2 buzëqeshje fëmijësh që nuk e dinin se ishte hera e fundit që do të shihnin nënën e tyre. Pak kohë më vonë, Ferideja mësoi se vajzat ishin dhënë për adoptim në shtetin italian, por asnjë informacion më tepër. Sot Chiara është 25 vjeçe, ndërsa Francesca 23, zemra e Ferides nuk resh kurse i kërkuari ato. Ajo udhëtoi ditën e sotme nga Modena e Italisë për të treguar historinë e saj dhe të bëjë thirrje publike për të ribashkuar me vajzat e humbura. Ne po shikoni materialin e përgatitur nga gazetarja jon Klaudia, ti po më komentoje dhe po më tregoje edhe fotot, momentet ku ishin realizuar dhe ishte ditëlindja e një prej vajzave? E Franceskës. E Franceskës. 3 vjeçe. Ja, i kemi të dyja vajzat. Allora, kjo është Chiara, a kaq ma morën mua atë? Chiarën. Chiara, kjo është Francesca. Është në kostumin blu, është më madhe Francesca në moshë? Është më vogla, Chiara është më e madhe. Chiara që sot i bie të jetë 25 vjeç. Dhe Francesca që i 3 vjeç ishte këtu Francesca. 23 vjeç. 3 vjeç. 3 vjeç në këtë foto. Francesca, po Chiara ka qenë e voçkël te kjo foto, e vogël. Nuk e. Kjo foto është më e vogël. Chiara ka qenë e vogël, 1 vjeç. Ka qenë e vogël. 1 vjeç e gjysmë. 1 vjeç e gjysmë. E dashur Feride, e kuptoj dhimbjen e një nëne. I kanë marrë 2 vajzat, domethënë edhe pse u martove me një shtetas italian, bashkëtoje, po, nuk e bërë martesë. Bashkëtoje me një shtetas italian, shërbimi social aty t'i mori të 2 vajzat. Por do marrëfesh të gjithë të histori, por dua ta nis rrëfimin me ty, me jetën tënde në Shqipëri fillimisht.
Nga Llakatundi, një vajzë e re që u martove. U martove ku? Po në Llakatund? Jo, në Korç. Në Korç. Nga Vlora, Në Korç. nga jug perëndimi shkove në jug lindje. Martova kështu me mbresëri, ma bëri dajo ai babait. Sa vjeç ke qenë atë ko? Unë kam qenë atë ko 24 vjeç, 25 vjeç e linda Elisin. Sepse ke Elisin nga... Sa vjeç është Elisi sot? 31. 31 vjeç Elisi. 31 vjeç. Por çfarë ndodhi me martesën tënde të parë? Me martesën e parë, në një të gjë me Andre, në një të gjë nga alkooli, po me gjitha atë e qoja në rrugë. E qoja në rrugë. Baba në Elisit, atë e qoja një Ramazan, po... Sa vite që ndrove e martuar? 6 vjetë. I dhe fund martesës për shkak se ai ishte një person që pinte alkool dhe të keq trajtonte? Në për të keq ka trajtuar, jo, po mas më pëlqente për shumë që të pinte, nuk më pëlqente për shumë që shkonte në lokal të pinte me shokët, se shoqëria përfiton nga njerëzit e mirë, faktikisht nuk e lashte nga alkooli, këtë se e qoja në rrugë të mirë atë unë. Pra, ju përpoqje ta çoni një rrugë të mirë bashortin, por pse erdhi divorci? Erdhi divorci që në 90... Do shta me vite këtë vështirë t'i referohesh, por çfarë ndodhi? Pse u nda? Çfarë ndodhi? Ikëm në Greqi. Emigrante në Greqi. E drejt me thënë atë ko, ishte që ke vështirë sa të një fje gjuhën rrugën ande këtej, po kërkonim, dilte ai në simafor, për të lypur. Po, dilte ai. Unë i thosha të dalë dhe unë, jo më thoshte a muaj, mos diltiri në shpi më thoshte mua, na bëj për të ngërpastruar, ande i këtej, për të la. E miri thash unë ati. E shkonte ai, drejt me thënë. E kishim ngrumbulluar pak lek aty, në atë ko ishin dhrami, në atë ko. Po, në Greqi. Po, edhe u lafosëm të dy për të blerë një shpi në Llakatund. Mos më thuaj që nga lypja në rrugë bët lek për të blerë shpi? Po, moj, po në atë ko në 98-ën, shpit nuk kushtoni kaq sa kushtoj tani. Jo, mirë, por pa të lënduar, por pse nuk punonit, por lypnit? Unë drejt me thonë gjusë dia, rrugë nuk dia. A i filloj me të lypur, e i thoshon ati da, të gjejmë na një punë, ande e këtë. Nejse, i pëlqen të ajo, bëri atë nej. U fut janari 99-ës, erdhje vllai, motra nga Korça për në Greqi, atë ku jetoni në Athinë. Po. Ata e morën vesh që kishin ngrumbulluar lek, unë lekët si mbaja si për vetes. I thash unë, si flisnin goni atë ti o Ramazan. O goni, thash unë, gjë i thash unë lekët si për vetes time nuk i mbaj dot, se ndodh na një gjë i thash unë ati, lekët si për vetes. I qëp të goceteze stande i thash unë, se ajo ishti më të sigur të ka jo. E mirë, tha, vajtëm ati, qërë fiknete, i qënë fiknete atë. Mu të në pas qik lekët këtu i thashun, sa të bënte lekë rrugë goni, thashun, që të shkoj në Shqipëri, thashun, kishim le najnë copë shpi. Ashu, e po mi. Erdhi nga Korça, i vllai, me gruan me fëmit, motra me burin me fëmit, në Greqi, të 99-ës, erdhën atje, morën vesh ata që ishin bërë ca lek neve, e la foshin fshurazi nga mua, që unë zdia gjë. Më thosh një ferë, më flisni, më ferë, tha, ty goni do të lërë, mas më hate më nga gjallë në botë që të më linte e muaj. E pëse ishte aji që të ndau? Pa aji, i ka dhënë shtymë vllai dhe motrat, se si të kishit mirë një lekët. Më ngërë pa besat, unë se dija. Moj më tha mua, që ato plafos e ishin fshurazi nga mua, unë zdia gjë. E më thot njëra mua aty, më thot, moj tha, oferë, tha, ma ty do të lërgoni. Po jo, më i thashë së për lërgoni, mua tha, ku e bëjnë goni, i thashë unë këtë të tili, i thashë unë nuk e bënë, i thashë. Moj tha, do të lërë, po jo, i thashë unë, ma të plafos e fshurazi andenjë, tha. Po jo, i thashë, vete unë. O goni, thashë, hajde se ishte natë, o goni, hajde të flim gjumë, i thashë. Ik për thasë nuk vi unë, tha. Tha, që këtë përgjigje ti. Jo i pip të shtymën e motra dhe vllai. I thëshe lëre feron ti se së shgrua për ty, se unë e zaptoja nga pija atë, që nuk duhet që pinte, nga alkooli. Sa komunikojnë ndarjen? Pra pas ati konflikti në darkë, çfarë ndodhi më pas? Në mëngjes u ngritën, e do shkon tek gocetezes ti të mirë të lekët.
Unë se dija që do shkonte atje. Unë ngrita dhe unë, e shkoja mbrapa ti ku veti ti, do vi me ty, thash unë atje. Jo, tha, ti me mua nuk vin, tha. Pse i thash unë mos vi me ty? Jo, tha, nuk vin, i ku ky me të motre, me të vllanë, shkoj tek gocet tezes vet, i mori lekët, i dha gjysmë të vllai, gjysmë motrës. Ma më dha 30.000 dirham më dha. 25.000 që ja mora me zor, 35, thash unë. E më lanë mes të rrugës, për motrë dhe për vllanë. Si u largua? U largua. Dhe të tha vazhdoj jetën tënde se unë... Më la mes rrugës në Greqi. Edhe pse ishit bërë prindër dhe kishe një djalë? Po, e kisha Elisin. Kisha Elisin. E ke përjetua? Elisin nuk e kisha me vete në atë kohë. Ishte në Shqipëri? Ishte në Shqipëri tek mamajt e babaj, dhe ata ma kanë rritur Elisin. Prindit e tu? Po. Por deri 5 vjeç ishte me mua Elisi. Unë e lash 5 vjeç da i miej, shikon që po ngatroj mund, e lash 5 vjeç për te prindrit e mi, ma kanë rritur si sytë e ballit, prindrit e mi. E dashur, ti ke vite që jeton në Itali dhe ndoshta e ke të vështirë, disa fjalë të vinë në Shqip, kështu që je komode, je si në shtëpinë tënde, unë të mirë kuptoj për këtë pjesë dhe ndaj janë përballë teje edhe për të ndihmuar dhe për të orientuar për historinë që do na tregosh sot. Por në momentin që ai iku të braktisi, ti vazhdove jetove në Greqi apo ktheve në Shqipëri? Unë u ktheva në Shqipëri, mora Elisin, u ktheva prap në Greqi. More djalin dhe ike në Greqi, po? Mora Elisin, u ktheva prap në Greqi, kam ikur në këmbë nga malet. Me djalin? Me djalin. Unë e di kap që kam hequr me atë Elisi. Sa vjeç ka qenë djali? Elisi ka qenë 4 vjeç. 4 vjeç një fëmijë e ke marrë në këmbë? E kam marrë në këmbë atë djalin, unë e di që kam hequr me atë. E gjithatë, shkuam atje, edhe kisha mbështetje nga vllai. Ramet keq ka vdek, vllai. E ndënja me vllajin atje, mora vesh pastaj gonin, donte të bashkosh, u bashkuam. U bashkove prapë? U bashkova prap. Pavarësisht se u humbi gjithë ato lek, po leku shkon e vit, u bashkova prap. E doje? Unë nuk bashkova për atin e fëmijë, si fëmija ime mos të rritet me tjetër. Se isha ere në atë kohë, kam qenë ere në atë kohë. Në ato kam qenë 29 vjeqe. Ti dhe një shansë të dytë? I kam dhënë. Dhe pse nuk funksionoj prap? Edhe i vazhdoj prap të lypte. Aty ku lypte leka, i e kapi policia për cëllin në Shqipëri. Unë e kërkoja, e nuk e gjeta, e kërkova për 2-3 ditë, nuk e gjeta, thash unë. Mendova të marrë një motrën e ti në telefon nga Greqia në Korçë. E marrë, atë kishin kthyer në Korçë. E u përgjigje motra, thash unë, goni aty është, po, tha këtu, tha. Ma kaloj, thash unë, fola me atë, ande, unë do vinë Shqipëri, tha. Jo, tha, mos hajde në Shqipëri, tha, se do kthejmë, e po mirë. Prite s'ka, nuk eri, thash unë, do marrë djalin të shkoj në Shqipëri. Tek burri, ideja. Po, unë nuk mendova që e kishte gjetur tjetër. Ua, kishte marrë nuse tjetër në shtëpi? Jo, e kishte një nga Tirana, nejs. Vajta unë atje në Korçë, por rritet e qunit tezes vetaj. E pyeta, ku është goni? Është e qunit tezes vetë, tek Ani. Shkova te Ani, atje e gjeta. E pash si njëri ftuar, jo si më përpara, që më afronte, më bënte, jo. Se kishte gjetur një grua tjetër? Unë s'dija që drejt me thë, fjetë ma të natë, aty me gjithë djalin, ngrim në mëgjes të rregulloj divanin, ta qoj në vëndim, shikojmë në atje portofol. Thash, më ditë e çuditshme se e një burrin tënë që nuk mbante portofol ky. E hapa të gjë një foto të një gruaje. E thash unë, e kujt është kjo, thash unë? Jo s'është emi, më qënte nga i deng të tjetër, jo s'është emi, ashtë e Luani qënë të zësvet, jo është emi, thash unë. Unë burë me zorë s'mbaj. Një talën aty, një të marrë djalin e Ika. Ika vlakat unë. Kështeve të prindrit, dhe kështu ndave përfundimisht. Undava përfundimisht. Por, a ju kujdes për djalin e ti? Asnjëherë. Asnjëherë. Edhe që flet sot e kësaj dite me tijati nuk i kanë marrëdhënie, do me thënë të... Si që duhet i ketë një baba me djalin e vetë, me të birin e vetë. E dashu Feride, më duhet të bëj një shkëputje në këto momente dhe do më tërgosh pasaj çfarë ndodhi me jetën tënde, rrugëtimi jot drejt shtetit italian, por bëjmë një shkëputje, kalojmë në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live.
Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku jam me 56 vjeçaren Feride Lloshi, nëna e 4 fëmijëve, e cila në pjesën e parë rrëfeu historinë, martesën e saj të parë që dështoi këtu në Shqipëri dhe do të më tregosh tani vazhdimin më të dhimbshëm të jetës tënde, rrugëtimit tënd drejt Italisë. E dashur Feride, pasi zbulove tradhtinë e bashkëshortit, i kape një foto në portofol dhe the unë nuk mund të mbaj një burr me zor, more djalin dhe ike në llakatun tek babai të prindrit. Çfarë ndodhi më pas? Aty lash Elisin, thash nga të dali rrugë ndo hiki, se unë ndim në llakatun s'kisha, isha pa shtëpi. Elisin e kisha. Elisi donte të ngrënjen, veshjen, i donte të gjitha Elisin. Unë atë kohë s'kisha asnjë gjë. Po faleminderit njerëzive, prindrit e mi, që më kanë rritur si sytë e ballit të dy. Të kanë mbështetur. Elisin. Për Elisin. Po. Më doli rruga për në Itali, e hika për në Itali me skaf herën e fundit. Ka qenë viti 1999. Nuk e mbaj mend, ishte se fundi shtatorit, se fillimi tetorit, si këto kokë shu ka qenë, të 99-ës. Kam ikur me skaf. Qëndrova në Modena. Në Modena kisha mbështetje nga Qupe Xhaxhai. Pra, ishte një person që të priste në Itali, ti nuk u nise kështu, do shkoj dhe... Kisha gocën e Xhaxhait atje. Ajo që të priti? Pa, ajo më priti atje. Gjatë kohës pastaj njofa Andren. Shtetas në Italia? Shtetas në Italia. Babain e 3 fëmijëve të tu? Po. E njojta Andren në një lokal atje. Si ka qenë kjo njohje? Me dashuri, sigurisht, jeni njohur me njëri tjetrin. Po, ai kishte 6 muaj që kishte ikur gruaja me një tjetër. Dhe me martesën e para i ka një gocë. E kishte braktisur bashkëshortja? Po. Mi po në atë kohë s'kuptoj as fjalas. Nuk e njihe mirë gjuhën? Nuk e njihja gjuhën, absolutamente nuk e njihja. Filsja 2-3 fjalë këshu në për të gjysma, se ishte fillimi. A i më thoshte muaj, ka ikur gruaja 6 muaj, dua të bëj një jetë tjetër, andej këte, më qojte shtëpia vetë, më tregon të fotot e gocës vetë, më tregon të fotot e nuses vetë, e më tha muaj, dorish me mua, më tha mua, i thash nëse nuk të njof. Po gjysma të fjalët. Pra, ka qenë ai fillimi që edhe nuk e kuptoje mirë. Por ai të propozoi që ju të nisni një bashkëjetesë bashkë. Po. A i më thamë për gjdo halë që të kesh, se i thashun që kisha dhe Elisin të njerëzit e mi 5 vjeç. Për gjdo halë që të kesh, unë jam e disponibile thaj që të ndihmoj, më thamë mua. Sepse të njëjtën situatë si Andrea që e kishte braktisur gruaja për një tjetër, kishte përjetuar dhe ti në Shqipëri nga babai i Elisit që të kishte braktisur për një grua tjetër. Pra, të njëjtë dhimbje kishit të dy. Dhe u njohët në atë lokal, ai të propozoi të nisnit bashkëjetesën, ti refuzove fillimisht. Po, përse nuk e njifja. Një natë ndonjë aty të nesme njika, vetat e njerëzit e mi të Qupe Xhaxhait. Më la numrin e telefonit. Ditë shtun e ditë jeli ishte në shtëpi nuk punonte. Ishte në shtëpi punonte murator. Aty pasaj marrë telefon, je i lirë sot, i thashun. Po, tha jam e lirë, mirë, i thashun. Do të vish, më tha mua, hajde, më tha mua në shtëpi jam. I themë më asaj ati të burit Qupe Xhaxhait, artu i thashun, Ramet këtë se vdi që i shkreti. Do më qështë deri në Modena, i thashun, po, tha të qojë. E më qojë në Modena, e marrë telefon në Andre, unë jam të stacioni trenit, i thashun. Mirë taksi, tha ky, hajde se paguaj unë. E mora taksin e paguaj ai. Pra, le të themi dhe ti fillove të vendosje brenda vetes tënde që ta njihje më mirë. Po. Këtë shtetas italian për të vazhduar një jetesë me të. Po. E ndonjë më atë ditë shtun e mbazite, ditë diele të ai po ndonjë edhe të dielën. Të dielën darkun do ik. Jo, të hënën në mëngjes do ikja. Faktikisht ai kishte të shtunën të dielën nga e gocë e tij, që Vanesa, të shtunë të dielave merrte e jema. Të shtunave të diela, edhe sillte të dielën në darkët. Faktikisht gocë e tij ishte me temperaturë. Po. E qëndrova aty një javë rresht me gocën e tij. Dhe le të themi kështu lindi dhe dashuria mes te dhe atit. Ai shikonte, domethënë, lëvizjet e mia se çfarë bëja unë në shtëpi. Thot ma ai do çfarë po bën ti? Më thon po bësh gati. Hikja të nesërmen. Po.
Qa po bënd, po bëjmë gati, thashun, se nëse do ikin në Solinjan, i thashun, të Goce Gjagjajt. I jo, tha, unë nuk të lëmë, i tha, pse, i thashun, jo, i thashun, do hiki, po jo, tha, ti do rishtu me mua, tha. Një bashkëtes që nisi e lumtur, por që përfundoi jo fort mirë. Jo. Çfarë ndodhi mes te dhe shtetas italian? A i pinte, alkohol, pinte. Ka qenë përdoruesi i alkoolit. Ka qenë. E pun kisha rënë shtatzani në muajin qershor të 2000-shit. Me vajzën Te Kiara. e madhe, me Kiarën. A i pinte alkohol, filloj pastaj pi alkohol, rrinte, Të ka dhunuar. shumë fare. Nga gjelozia nuk e kisha shumë, kaloja sipër, nuk më intereson të gjelozia. Nuk e denoncova asnjëherë për dhunën? Asnjëherë, se nuk dua të merrem me dënanci, me andek. Unë njëherë që denoncova e hoqja. E ta Feride, erdhi në jetë vajza e parë, Kiara. Po. Le të themi, dhuna vazhdoi? Vazhdoj. Pse qëndrove me atë burr? E po mendova se do ndoroj, thashun për atin e fëmijëve, se do ndoroj, I thosha gjithmonë, Andrea, lër alkooli, se nuk është mirë, kemi gocën, nuk është mirë të pish alkool, ti pi alkool, mirë se pi, por i pak të në vëndin tëndë, se kemi gocën. Në jeshtë adanit e Francesca, të njën të njën. Por si arriti shërbimi social shtetëror në Itali të merrte njoftimin që ti ishe një grua e dhunuar dhe ata fëmijë ishin... Nuk e dinin ato që ishe e dhunuar. Por si i mori vajzat? Çfarë ndodhi? Domethënë si humbet i vajzat, Feride? Erdhi një natë ky i pirë, nga puna. E piu prap në shtëpi. Atë natë më dhunoi. Chiara një vjeç e gjysmë, Francesca 50 diqe. Më ka dhunuar. E kam duruar atë natë, vetëm mos lija gocat me atë natë, se ishte i pirë. Unë sa dola nga shtëpia, i mori asistentën në telefon. Ka qenë babaj që ka njoftuar asistencën sociale. Po. Unë tani vajta te Goce Gjagjajti, ndoshta më ndihmonte, që la fosesha për gocën që ti mirja të rrjenja ca ditë aty ndoshta ndryshonte. Kërkoj ndihmë, e qartë. Kërkoj ndihmë, ndoshta ndryshonte. Asistenca sociale merr telefon. Shkova në shtëpi unë atje. Shikoj unë policinë. Ç'ne kjo policia këtu, thash unë. U futa unë. Loshi Feride jetim tha më po, i thash, më kapi një këtej mu. Asistenca ishte brenda me gocat edhe me Andren. Më morën më ata, nuk më qonin që të shkoja brenda. Nuk më lanë. E ato qa kishin bërë që unë qaja bërtisja për gocat e mija aty, e më morën ambulancën policia, si më largonin, që mos më shikonin gocat ma që po qaj për bërtisja. Dhe i morën që atë natë vajzat? I morën që atë natë moment, sa më quan ma në spital në Vinjola, dhe nga i moment ti vajzat nuk i theve më pranë vetës tënde. Jo. Po çfarë ndodhi mes te edhe Andreas? Se ti solle një jetë edhe djalin me Andrean. Kishte arritur kulmi dhe ti e mbajte prapë si bashkëshor? Ti thashun zura me atë drejt me thënë. Uzura me atë. Ti thashun si guxove, ti thashun që nëzore gocat nga shtëpia. Ti më fute frikën mua, i thashun. Nuk ishte bi që telefonoja në asistencën, i thashun, kështu mirëlia me gocat e mia, thashun, po merë e more e ti, thashun, asistencën. Hajde në shtëpi, tha, ndej, këtej. Unë për atin e gocave u ktheva në shtëpi. Shpresoja se do mi ipnin. Filluam ashtu takime me asistencën, shoqëra me psikologe. E ato më nëzorën mua që unë nuk jam në gratë, nuk ishë, do më thënë që një nën që të mbaja këto fëmit. Për kami më kanë zirë mua që unë jam budallaqe. Një nën e paftë për të kujdesur për rritjen e fëmijëve, e qartë. Besoj që çështja ka kaluar në gjykatë dhe ty ta kanë hequr kujdestarinë e vajzave. Ma kanë hequr dhe kur vajta në gjykatë, mua gjykata më tha që të kanë dhënë hilaçe, ty më thanë mua. Në s'kam nevoj për hilaçi, i thash, nuk kam nevoj për fëmin time, i thash, në s'kam nevoj për hilaçi, i thash. Kam nevoj për fëmin time, i thash. Pastaj i thash, ç'ne këto hilaçi, për çfarë do t'i marr këto hilaçi? Unë budallaqe s'jam, i thash. Unë budallaqe, se kishin shkruar asistenca në letër që ja kishte dërguar gjykatës. E qartë, e kuptoj. Por vazhdove jetesën me Andrean sërish, nuk u ndave dhe luftën me drejtësinë italiane për të rikthyer vajzat që fatkeqësisht nuk i ktheve pranë vetes. Shpresoja
Shpresoja shumë që do më ktheni gocat veç që nuk mi kanë kthyer. Pas sa kohësh erdhi në jetë djali i më i vogli? Leandro, mbas sa kohë, mbas 4 vjetëve. Pas 4 vjetëve erdhi në jetë Leandro. Leandro faktikisht e kërkova vetë. E desha vetë. Leandro. Po ishte edhe dakord ai. E shpresoja gjithmonë mos mi të një gocat, në atë kohë në 2006, pastaj në gusht 2006 solla dhe Elisin. Nga Shqipëria, djali nga martesa e parë, le të themi që e bashkove. Po. E dashur Feride, e kuptoj këtë jetën tënde, bashkëtesën me këtë shtetas italian që të ka shkatëruar, të bëri nënë dhe të ndau nga vajzat. Si u ndave me atë ti përfundimisht? Unë me atë përfundimisht u ndava 10 ditë para se të lindte Leandro. Se filloi ai. Pra ke qenë shtatzën me djalin kur ti u ndave. Leandro nuk e njeh babain e vet? Leandro e njeh, e ka parë deri në 5 vjeç e ka parë babain Leandro. Pastaj ai nuk kujtua që të... Leandro zot ja di fare. Leandro zot ja di fare. Sa vjeç është Leandro sot? Në muajin tjetër mbush 19. 19. Kur ishte i vogël Leandro, atë shkona... Por përpara se të më tregosh edhe historinë e Leandros, që edhe atë e ke rrezikuar se shërbimi social ka tentuar ta marrë dhe djalin, po ke bërë një luftë të madhe që... Shumë fare. Dhe fal Zotit ai është me ty, e ke rritur vetë, jeton me ty. Unë e kam rritur si sytë e ballit atë. Si sytë e ballit i bëja presion asistencave. Ai është në djeni për motrat, ja ke treguar këtë histori. Po, të gjithë. Dhe ai është në kërkim të motrave. Ai e shikon vetë se si e kam trajtuar Leandron, unë kam hequr nga goja ime, ja kam dhënë atit për çdo gjë Leandros. Unë kam lënë veten time dhe fëmijës time nuk e kam lënë ti mungoj një maj gjilë përe. Sepse Leandro... Si Leandro dhe Elisi. Të dy, edhe normal, për një nën gishtat themi të dhëmbi një lloj dhe fëmijët janë një lloj dhe kuptoj dashurinë që ke për të 4 fëmijët e tu, po edhe fatkeqësisht 2 vajza që s'mundet do t'i rrisje. Por Leandro nga Italia na ka dërguar një video i cili dhe ai ka një mesazh që do të përcjelli ditën e sotme për 2 motrat e tij, kështu që regjia do na i mundsoj. Ciao, mi chiamo Leandro Costa, sono il figlio di Feride Losci e mi piacerebbe conoscere le mie 2 sorelle, Chiara e Francesca, che sono state adottate. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Dashur Miq, ku po flas me 56 vjeçarin Feride Loshi, një nën që po rrëfen historinë e jetës së saj dhe sinqerisht shumë ke vuajtur e dashur Feride. Unë dua të pyes kontaktet që patë ti me 2 vajzat e tua nga shërbimi social, sa zgjati në kohë? Sa arrite ti takoje, do me thënë? I takoje një herë në 15 ditë. Zgjasë një orë që shikoja gocat aty, po me shërbimin e tyre. Mbikëqyreshin këto takime, le të themi, nga edukatore dhe psikologet? Jo, vetëm edukatore. Dhe nga jo kohë ke dhe foto. Regjia për ne vendosë se her pas here këto fotot, janë të 2 motrat? Po, janë si binjake, i njënë shumë e Leandron. Kur ti morën, Francesca sa vjeç ishte? Francesca ishte 50 diqe. 50 diqe, ndërsa... Chiara ishte 1 vjeç e gjysmë. Dhe qa moshe pate kontakte me vajzat? Që shkoje dhe shërbimi social të lejon të ti takoje? Unë shikuj, kam parë herën e fundit në 2005 ka qenë. Pra për herë të fundit i vajzat i ke takuar në 2005 të dyja, 2005, po. Dhe nga i vit s'munde, po çfarë ndodhi? Se nuk pate më kontakte? Mua ato faktikisht asistenca mas mi tregonin. Mua. Nuk mi tregonin, i tregonin të jati. Të jati thoshte, pa nënën e tyre nuk i shikoj fëmit. E shkoja, na jepni në takim, një herë 15 ditë që shkoja me Andren, që i shkonim gocat. Në takim. Dhe takimi fundit? Ka qenë në mars, mos gaboj, 2005. Dhe nga i moment, vajzat u birsuan? Nuk i kemi parë se kishte thënë Andrea, kishte marrë telefon, më sillni gocat në shtëpi, se unë kështu nuk mund t'i shikoj dot, tha Andrea. Babaj? Babaj, po. Nga i moment, nuk i pa më.
I qartë, e dashur Feride, unë e kuptoj qartë që ka kaluar shumë vite, ato janë rritur, mund t'jenë birësuar, sot i bie, dhe t'i themi moshat e tyre. Kiara sot i bie t'jetë 25 vjeç, ndërsa Francesca i bie t'jetë 23 vjeç. Dhe ti më thej që edhe të më dalin përballë nuk do t'i njoh. Por mungesën e tyre e ke ndjer shumë fare. Se janë nëna që thonë nuk do t'ja ndjej, unë ja ndjej shumë fare. Shumë fare. E di ata që s'më kanë dhimbësurin time, unë si nën ja kam. Edhe nëse si s'kam rritur, unë dhimbësurin e kam se është fëmia ime. E dashur Feride, padyshim që ti ke ardhur në këtë studio për të përcjellë mesazh, gjithnjë me shpresën që një ditë do i takosh dy vajzat e tua të rritura. Unë shpresoj. Ato janë rritur pa dashurinë tënde, por ti je nën dhe i kërkon. Por do kthehemi sërish bashkë në studio, pasi më duhet të bëj një tjetër shkëputje të detyrueshme në këto momente, do të kaloj tek Prostatoli dashur miq, bëhet fjalë për një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. E ndjekim Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live dhe në fakt, e dashur Feride, koha televizive fluturon. Do donim minuta të tjera sot të transmetim për të rrëfyer gjithë jetën tënde, por me besimin e madh ka ardhur në këtë studio, ne të nisim kërkimet për t'i gjetur, sepse gjatë kohës së reklamave më bëre pyetjen, mos mi ke gjetur vajzat? Fatkesisht jo, nuk i kemi gjetur vajzat, ne po e trajtojmë këtë histori për të nisur kërkimet tona, me shpresën se një ditë do të arrijmë në gjurmët e tyre. Por nëse do t'i kishe përballë, kush është mesazhi që do t'i përcjellje dhe pse je nëna e tyre, i ke mbajtur 9 muaj në bark, por ato nuk të njohin. Çfarë do i thoshe sot dy vajzave të tua? I kam dashur shumë, i kam menduar shumë, i dua, pavarësisht se ato nuk më kanë atë dhimbësurin time. Unë i kam menduar gjithmonë, gjithë jetën. Asgjë nuk pretendoj, vetëm ta din që ka një nën biologjike, e ka një vëlla biologjiko, dhimbësurin për mua nuk ka rëndësi që dhe që s'më ka dhimbësurin, ma është e mjaftueshme që të dhe të besoj. Me vllai. Sepse në momenti që Klaudia të mori në telefon dhe të bëri ftesën në program, ti me vrap the po direkt, me vrap preve biletën dhe udhëtove nga Italia për të qenë sot në orën 16 live në studion e emisionit Pa Gjurmë. Por unë të uroj dhe ta them me zemër që të ma presësh sërish biletën pas disa ditëve, me shpresën që edhe ne të arrijmë në gjurmët e tyre dhe uroj të jesh nëna më e lumtur në botë. Patjetër, nuk është problem. Kur më telefonoi Klaudia, ma unë isha në punë. Në atë kohë s'më kapte linja, se është një... Më tregoj Klaudia, për gjithë shka. E dashur Feride, unë të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Të falenderoj Feride. Faleminderit juve. Mirë, të dashur miq, historinë e kësaj 56 vjeçare, një histori e dhimbshme që trajtuam sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, kemi ardhur në fund, ne bashkë do ritakohemi sërish, ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.